Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekran e Mundësona Televizion, emisionin Fact Check dedikuar zhvillimit të aktualitetit, por jo vetëm. E teksa po shkon 2 javë nga ekzekutimi në sallën e gjyqit të ndjerit gjyqtarit Astrid Kalaja, situata vazhdon të jetë ende kritike. Mungesa e efektive të policisë, rojeve të sigurisë, por e godinat pasigurta ka shqetësuar Këshillin e Lartë Gjyqësor, i cili ndër të tjera ka bërë një mbledhje ku i kërkon edhe Akepe Ama të marrë masa. Ne do të ndjekim një insert për të komentuar në studio me mikun e emisionit Fact Check, avokatin, juristin dhe ish prokurorin e krimeve të rënda, zotin Eugen Beci. Zoti Beci, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëdita, mirë se u gjeta. Përpara se sa të kalojmë edhe një term konkret që lidhet me profesionin tuaj dhe me ato kërcënime, santazhe në sallën e gjykimit, por jo vetëm, ne do të ndjekim insertin për të rikthyer në studio për të kuptuar se a ja vlen kjo që kërkon dhe ka vendosur KLG, apo është thjesht burokraci për të bërë dokumentat në rregull, çfarë ndodhi, Zot na ruajt më pas. Le ta ndjekim insertin. Në reagim ndaj ngjarjes së rëndë të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka zhvilluar më 10 tetor një mbledhje urgjente ku miratua një plan masash gjithëpërfshirës për përmirësimin e sigurisë në sistemin gjyqësor shqiptar. Në deklaratën zyrtare, KLG thekson se masat synojnë jo vetëm rritjen e sigurisë për gjyqtarët dhe personelin gjyqësor, por edhe për të gjithë qytetarët që frekuentojnë institucionet e drejtësisë. Masat kryesore të miratuara: grumbullimi dhe analiza e të dhënave të sigurisë 2023-2025. KLG do të mbledhë informacion të detajuar nga çdo gjykat për masat e mëparshme të sigurisë dhe kërkesat e drejtuara Këshillit. Verifikimi i infrastrukturës aktuale. Do të bëhet një inspektim i plotë i sistemeve ekzistuese të sigurisë si skaner, detektor metalesh, kamera sigurie dhe trajnimi i personelit. Grup ndërinstitucional për sigurinë. Do të ngrihet një grup pune me përfaqësues nga KLG, KLP, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit për të hartuar protokolle dhe masa të standardizuara sigurie. Ndryshime ligjore të propozuara. Do të hartohen ndryshime në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe organizimin e pushtetit gjyqësor me qëllim forcimin e mbrojtjes dhe kushteve të punës për magjistratët. Ndërtimi i godinave të reja. KLG do të kërkojë mbështetje nga pushteti vendor për ndërtimin e 8 gjykatave të reja të shkallës së parë, si edhe për gjykatën e apelit dhe gjykatën e shkallës së parë në Tiranë. Kërkesë për kalimin e pronësisë së godinave. Në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë do të kërkohet që godinat ekzistuese dhe ato që do të ndërtohen të kalojnë në pronësi Këshillit. Masat kundërgjuese urrejtjes online. KLG do të bashkëpunojë me Akep dhe Ama për të ndaluar gjuhën fyese ndaj gjyqtarëve në rrjetet sociale dhe media online. Nderim për gjyqtarin Astrid Kalaja. Do të nisë procedura për emërtimin e sallës së amfiteatrit në godinën Poli i Drejtësisë me emrin Astrid Kalaja dhe do t'i propozohet institucioneve përkatëse dhënia e titullit dëshmoria dheut. Zoti Beci, e kemi ndjekur, tani për t'ju prezantuar, ju jeni për atyre magjistratëve cili fati ka dashur dhe fatmirësisht jeni ende gjallë, jeni kërcënuar në sallë gjyqit, jeni kërcënuar me jetë, jeni kërcënuar me familje. Ne do të bëjmë një pyetje të drejtë për drejtë për shikuesit. A kërcënon realisht krimi e mafia në Shqipëri apo i ka sa për të lagë gojë? Realisht do të shohim në objektivitetin e kërcënimeve, por ndër vite ka patur kërcënime serioze, kërcënime të cilat sigurisht që krimi organizuar, ose ajo që ju thoni mafia megjithëse në Shqipëri nuk është institucionalizuar si term, shpeshherë ndodh që po, kërcënimet janë serioze, janë mjaftueshëm kërcënime të cilat mund të sjellin pasoja të rrezikshme, por minimalja kërcënimi sjell atë që nuk duhet. Presionin, trysnin ndaj magjistratit. Për këtë arsye, të gjithë këto kërcënime, të cilat mund të fillojnë nga salla e gjyqit, mund të vazhdojnë në derën e shtëpisë, mund të vazhdojnë në rrugë kur je duke kaluar, duke bërë jetën tënde si magjistrat, duhen marrë në konsiderat masat që shteti merr në mënyrë komplekse, dhe masat që shteti duhet marrë në mënyrë komplekse kanë lidhje drejt për drejt me funksionimin normal të një shteti. Dhe në rast se funksionon normal shërbimi informativ, mbledhja e informacionit, në rast se funksionon normal policia kriminale, në rast se funksionon trupa e magjistratëve normal për sa i përket asaj që quhet dekonspirimi veprimeve të njëri tjetrit, sigurisht që masat mund të çojnë në rezultate pozitive, të cilat shmangin dhe rreziqet ekstreme të magjistratëve. Prandaj, duke referuar dhe insertit që ju nxorët, nuk është mjaftueshëm
siguria e magjistratit. Nuk është mjaftueshëm siguria e gjyqësorit vetëm me një roje të shtuar apo me një detektor të shtuar. Ka një element të cilin ne duhet ta theksojmë. E rëndësishme është që përveç asaj që fola në fillim për krimin e organizuar, ku rol kryesor luan inteligjenca për të mbledhur informacione dhe për të patur parandalimin e saj, kurse përsa i përket mënyrës dhe rrezikut të përditshëm, është ajo që quhet besimi i publikut te drejtësia. Në rast se besimi i publikut te drejtësia vazhdon të bjerë, në rast se besimi i publikut Nuk kanë diplom që e ruan? Nuk, sigurisht. Nuk ka detektor dhe roje që e ruan. Besimi i publikut në ç'kuptim. Të gjitha masat që tha këtë gjëja, që ju kishit listuar shumë mirë në materialin tuaj, janë masa që janë të domosdoshme, janë masa për të cilat vetëm një pyetje kishit harruar pa bërë në fund. Se si ka bërë dhe? Kur ka qenë këllëgjeja kaq vite? Ne kemi situatën e godinave, po ty teknikisht me që ishte problemi teknik. Kemi situatën e godinave të cilat në vetëm godina e gjykatës së posaçme është godinë e posaçme për gjykime, të tëra godinat në Republikën e Shqipërisë janë përshtatur dhe nuk kanë lidhje me atë që quhet element sigurie, sepse një godinë që të ketë element sigurie nuk ka nevojë të ketë roje rrotull, po një godinë që të ketë element sigurie duhet të ketë infrastrukturën e nevojshme nga të hyj prokurori, nga të hyj publiku, nga të hyj avokati, nga të hyj gjykata. Këto janë element shumë teknik për të cilat unë refuzoj të flas. Janë element teknik të cilat refuzoj të flas. Jo, refuzoj të flas për një arsye. Nuk është ky thelbi. Dhe këllëgjeja duhet ta kishte kapur kush është thelbi. Thelbi është besimi i publikut te drejtësia rritet në rast se ulet numri i dosjeve stok. Në rast se transparenca e gjykimit bëhet në një sallë gjyqi kur vend te godina, në rast se rritja e shpejtësisë së hetimit dhe gjykimit, patjetër që do e rris besimin e publikut. Në rast se ne shohim që drejtësia po i largohet publikut, po i largohet asaj që i shërben, sigurisht që besimi do ulet dhe më tej, dhe kuptoj me largim. Me një hartë gjyqësore të dyshimt, për të cilën këllëgjeja nuk flet prap, me një rritje të numrit të... Por e miratoj, këllëgjeja me qeveri. Nuk flet prap që ka dështuar me atë hartë të gjyqësore, për një rritje të numrit të procedimeve dhe gjyqësore dhe penale që zhvillohen në dhoma e këshillimit. Të gjithë këto element duket sikur janë papal. Do të ti vendos për mua pa më dëgjuar. Po pra, dhoma e këshillimit të nënkupton. Mbledhet gjyqtari. Mund të jetë drejtësia vetëm kështu subjektive? Dhe duke ushtuar kaq shumë gjykimet në dhomën e këshillimit, që ta mbaroj si arsye tim, normal që largohet nga publiku, sepse drejtësia që të bëhet duhet të duket, dhe ti si pal, në rast se nuk e shikon çfarë veprimi bën gjyqtari, por ai është në dhomë këshillimi, ti humbet besimin kur e humbet atë gjyq. Ndërsa në rast se argumentat në sallën e gjyqit, në një përplasje mes palëve të argumentimit, krijon atë që quhet besimin e publikut. Të gjithë këto element nuk i ka prekur këllëgjeja. Po e bëjmë pak më banal. Si një ndeshje futbolli. Është ndryshe të na tregojnë vetëm rezultatin, është ndryshe të shohim ndeshjen. Pikërisht. Pra, ti mund të jesh tifoz i flak, po e pranon humbjen sepse thua ekipi im nuk luajti. Ky është thelbi. Të gjithë këto element çojnë atë që krijon distancën e publikut me drejtësinë. Dhe krijimi i distancës së publikut me drejtësinë çon në gjuhën e urrëties, çon në pakënaqësi dhe çon në probleme të cilat roja më i kualifikuar të jetë nuk e përballon dot. Si mendoni ju? Do përballojmë me policë çdo sallë gjyqi në Republikën e Shqipërisë apo çdo palë është teorikisht ajo që ndodh në Shqipëri pas çdo emergjence, pas çdo situate, krijohet një task force, vendosen shtohet policia, ai sa harrohet disa ditë dhe kalon, por në këto 8 pika këllëgjës unë do doja ta nisnim duke i parë edhe tek e tek. Janë gjitha me do të përpara. Pra do t'i bëjmë, do t'i shohim, do t'i analizojmë. Se çfarë ka bërë këllëgjëja deri më tani, edhe zoti Beci e la këtë pyetje, por gjithsesi kush po na ndjek nga Këshilli Lartgjyqësor, shumë mirë që do t'i bonim, pse nuk i bot deri tani, nëse nuk i bot, kush ju ka penguar? Grumbullim dhe analizim të dhënave për gjatë 2023-2025. Tani nuk e di këllëgjeja se çfarë ka ndodhur 2023-2025. Bëhet fjalë për do të mbledh informacion të detajuar në çdo gjykatë për masat e mëparshme të sigurisë dhe kërkesat e drejtuar Këshillit. Pra kërkesat e drejtuar Këshillit. Ore ty të ka ardhur shkresa. Ç'a do mbledhësh ti informacion? Përveç kësaj, unë po vazhdoj të ngul këmbë te pjesa ime.
Këto janë masa sipërfaqësore. Masa thelbësore janë mblidh të dhëna dhe më thuaj pse është bërë stoku me 140.000 dosje. Gjej arsyet e vërteta të stokut. E kanë dhënë hera herës përgjigjen për shkak vakumit krijuar nga procesi i vettingut dhe mungesa e magjistratëve. Atëre, ku është zgjidhja? Zgjidhja. Kjo duhet të jetë zgjidhja. Jo, se më fal që po Jo, ndoshta zgjidhja duhet nis nga pranimi i dështimit, pastaj të gjen zgjidhje pse pranon njëri dështimin. Duke gjetur defektet e asaj reforme, e cila në shumë arsye, jo vetëm ke vettingu, por dhe në shumë organizime të ligjeve të tjera pati probleme të rëndësishme, ku një problem i rëndësishëm është shtimi i hallkave të organeve të qeverisjes vendore, shtimi i hallkave në procedurat gjyqësore. Të gjithë këto element mund të kenë çuar pa dashje edhe në stokun Po arrim e ke kodi me 900 por le dalim tek pika e dytë. Verifikimi i infrastrukturës aktuale. KLG do të bëhet inspektimi plot i sistemeve ekzistuese të sigurisë si skanera, detektor metalesh, kamera sigurie dhe trajnimi i personelit. Pra, kjo do bëhet pasi vdiq gjyqtari apo vra gjyqtari. Po. Ta trajtojmë dhe këtu. Nuk është këtë detyrim ligjor, por do bëhet çdo 6 muaj, çdo një vit ose nuk ka detyrim të përcaktuar, por detyrimi i vetëm është ky. Në rast se ti, se do ta kapim pikërisht në problemin që ndodh. Në rast se ti mendove të bësh hartën gjyqësore dhe vendose që në Shqipëri mos ketë 3 gjykata apeli, po të ketë 1 gjykat apeli, dhe vendose që gjykata apeli të ketë 78 apo 80 gjyqtar. Ku do i çoje? Ja akomodon ata në ambient që me zor mbante 25 gjyqtar. Një ambient që nuk mbajnë dot dosjet e tyre, jo më të mbajnë sigurinë e palëve. Dosjet fizikisht që krijohen për shkak të proceseve gjyqësore, nuk ka vend ku t'i vendosësh. Atëhere, në rast se ti mendove për hartën e gjyqësore, duhet mendoje, siç ishte para 2 vjetësh kjo hartë e gjyqësore, të kish filluar një godinë, e cila pas 2 apo 3 vjetësh do përfundonte. Shpesh edhe për marrë godine me qira, edhe do të bëjë një kull aty, do i merrnin këtu, atje nuk i morën kurrë. Grup ndërinstitucional, pra ky grupi gjithmonë kjo task force e famshme, do të ngrihet një grup pune me përfaqësues të Këshillit Lart Gjyqësor, Këshillit Lart Prokurisë, Ministrisë së Drejtësisë, a thua se këta nuk janë punë për ditë, Ministrisë së Brendshme dhe Policia e Shtetit, të cilët për hir të vërtetës Valdete Hoxha ishte nënkryetare e gjykatës së apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, 2023 i kishte çuar shkresa ore. Nuk kemi policë, mund të hyjnë na vrasin, zihen palët, kanë tensione këto. Si do bëjmë sumor asnjë përgjigje? Për të hartuar protokolle dhe masa të standardizuara sigurie. Tani çfarë si përkthehet ship për të hartuar protokolle dhe masa të standardizuara sigurie? Ship përkthehet të gjitha ato elementet ose të gjitha ato institucione që ju përmendët në atë grupin e punës. KLP, Ministri i Drejtësisë, Ministri i Brendshme, janë organet e qeverisjes gjyqësore dhe janë organe të zbatimit të ligjit në Republikën e Shqipërisë. Ato me ligj kanë që nga mëngjesi deri në darkë të krijojnë, të bëjnë 2 detyra të tyre funksionale. T'japin drejtësi, të ruajnë siguri e rend. T'japin drejtësi dhe të kujdesen që drejtësia të jetë e sigurt, transparente dhe me gjithë administrativisht. Po ajo është çështje e bindjes gjyqtarit, aty vem ke reforma pasaj, po flasim ke pikpamja teknike. Të tërë organet e qeverisjes së gjyqësorit mblidhen dhe thotë, sot ne zotohemi që do bëjmë detyrën tonë. Po derdje, çfarë po bëje? Të gjithë këto element, të cilat unë përmenda, janë element vetëm propagandistik, janë element që nuk prekin në thelb problemin e vërtet. Ndryshime ligjore të propozuara do të hartojnë ndryshime në ligj për statusin e gjyqtarëve dhe organizimin e pushtetit gjyqësor me qëllim forcimin e mbrojtjes dhe kushteve të punës për magjistratët. Ju e njihni më mirë se sa unë statusin e magjistratit, edhe pse është procesi vettingut, unë jam me parimin që në magjistrat nuk të bën apo jo procesi vettingut, magjistrat është një profesion, është një dije, është një diplom, ke mbaru magjistraturën e magjistrat përjetshëm, si doktori. Po këtu jemi fatkeqësisht ke ish magjistrat se kështu vendosi vettingu. Tani ju e dini se ç'është statusi i magjistratit. Keni jetuar prej vitesh me të. Çfarë nevoje ka për ndryshim? Ligji mbi statusin e magjistratit në Republikën e Shqipërisë i ka të përcaktuara hollësisht çdo element që këta përpiqen sikur kanë mangësi. Do bëjmë propozime të ndryshime, ka nevojë.
legjislacioni është i plot dhe për statusin e magjistratit. Përcaktohen në mënyrë të hollësishme rreziqet dhe mënyra se si t'i shmanget magjistrati rreziqeve, ngritja në karrierë e magjistratit, gradimi, po themi, nga një detyrë në tjetër e magjistratit, shkarkimi dhe emërimi i magjistratit. Unë nuk e di se çfarë mund të shtojmë në tepër në ligj, kur aty në ligj është e përcaktuar që magjistratit i sigurohet jeta, familja dhe prona. Është e përcaktuar në ligj. Aktet në ligjore që mungojnë është tjetër problem. Aktet në ligjore që nuk e kanë rregulluar në mënyrë operative dhe të shpejtë mbrojtjen e magjistratit nga një kërcënim serioz dhe i momentit nuk ekzistojnë. Prandaj unë vazhdoj të nxjerr frymën dhe të them, ky nuk është thelbi, ligji është i qartë. Po themi, jo ndoshta një dekadë, pak më pak, po 5 vite më parë, kush i mbronte magjistratet kur ju ishit pjesë e sistemit? Po gjithçka ishte në analizën e riskut që bëhej. Jo çdo magjistrat. E kam këtu, kush i mbronte nëse kishte një risk? I mbronte policia, garda, repartje speciale. Pra, si mbrohet prona, makina, familja e një magjistrati? Ka komisione të posaçme të cilët vlerësojnë analizën e riskut dhe thonë që magjistrati Arsen Rusta ka një problem i cili është serioz dhe permanent. Atëherë ishte një strukturë e posaçme, resi quhet, në policinë e shtetit, e cila merrte në mbrojtje magjistratin. Në varësi të rrezikut mund ta merrte edhe familjen e magjistratit, mund të merrte edhe pronën, banesën, ku dojë ku jeton magjistrati. Dhe ka një komision. Një ditë, një javë, një muaj, përjetësisht derisa të ekzistojë rreziku. Po ai që e ka nda me për të vrarë. Jo, për të të shpjegoj. Përjetësisht mund ta mendoj atë. Nga pikpamja kriminalistike, derisa ekziston rreziku, çfarë nën kupton. Në rast se ti ke një grup kriminal që është duke të kërcënuar, ti do shohësh, në rast se grupi kriminal azjesohet në kuptimin arrestohen, dënohen. Procedurial. Vendosen përballë drejtësisë. Në rast se shikon që nga policia kriminale ke të dhëna që ky grup kriminal nuk është më aktiv dhe nuk ke më asnjë shenjë të kanosjes së magjistratit, sigurisht që kushtet dhe rrezikshmëria për një kanosje të magjistratit bie. Për këtë arsye mund të bjerë mbrojtja. Por, në rast se kemi pasur, për shembull, unë dhe disa magjistratë të tjerë, kur kemi qenë në prokurorin për krime të rënda dhe gjykat për krime të rënda, kemi qenë përjetësisht në kuptimin gjatë gjithë kohës të mbrojtur për shkak të çështjeve dhe për shkak të kanosjeve që vinin her pas here. Nuk e di a e ka fuqinë, a e ka mundësinë shteti që tërë magjistratët e Republikës së Shqipërisë të kenë shoqërues. Prandaj janë disa probleme më madhore të cilat do të çonin në një siguri më të madhe të magjistratit. Pra ka komisione që vlerësojnë, ka repartet posaçme në policinë e shtetit. E thënë më saktë, e thënë më qartë, ka një komision dhe në policinë e shtetit ku edhe një qytetar i thjeshtë që ka kanosje konkrete, reale, që mund t'i bëhet jetës së tij, ai mund të merret në mbrojtje nga policia e shtetit. Kjo nuk di në ka ndodhur ndonjëherë, po unë era parë që dëgjoj. Teorikisht po e them. Ndërtimi i godinave të reja, nuk e dim se janë ndërtuar. Po i kalojmë në një pyetje këto të dyja. Po i kalojmë në një pyetje. Do ta lëm mundësinë, po thotë ndërtimi i godinave të reja dhe kalimin e pronësisë së godinave. Pra, hipotekën ta ketë KLG-ja. Po shqyqyr që erdhi ky problem, se ka një problem të madh. Po çfarë si ka kush e ka hipotekën, është pronë shtetërore. Kjo është një pronë shtetërore që kam përshtypjen sot që flasim duhet të ketë Ministria e Drejtësisë, duhet i ketë në pronësi. Tani thotë ta ketë KLG. Ndërtimi i godinave të reja do të kërkojë mbështetje nga pushteti vendor për ndërtimin e 8 gjykatave të reja. Po hajde më bëm një tapeli deri, pastaj 8. Po pra, pikërisht. Kjo është ajo që duhet të ndërhyjë në diçka tjetër. Këto janë mangësitë e reformës. Këto janë mangësitë e reformës, sepse kur ti synon të bësh një ndryshim rrënjësor në procesin e dhënies së drejtësisë në Republikën e Shqipërisë, nuk duhet të mendosh vetëm të heqësh Arsenin dhe të vendosësh Eugenin, po duhet mendosh që një reformë e plot kërkon të përfshi dhe infrastrukturën ligjore, siç e përfshiu po me shumë defekte, po kërkon të përfshi dhe infrastrukturën që ndihmon në dhënien e drejtësisë. Dhe e thënë me pak fjalë, në rast se je një shtet që nuk ke mundësi as në personel, as në para, as në të gjitha kushtet e tjera, përpiqu mos i hysh detit në këmbë me reforma të cilat shpeshherë të mbeten në rrugë dhe të krijojnë atë që quhet problemi më i madh. Sot që flasim, besimi i publikut te drejtësia është shtuar në krahasim me para reformës apo është paksuar? Atëherë po ta japum përgjigjen. Si qytetar për mua është ulur besimi i drejtësisë, si gazetar është në pikën kritike për shkak të infrastrukturës e të gjitha problemeve,
Ama nga ana tjetër, si konsumatori drejtësisë, nuk mund ta jap një përgjigje se nuk mu ka dhënë mundësia të trokasat ta kërkoj. Si konsumatori drejtësisë, mund të përgjigjeni ju si ish magjistrat dhe si avokat që përfaqësoni palët si konsumatori drejtësisë? Po të bëj krahasimin. Në rast se një proces gjyqësor para reformës, me këto që po them, nuk do të thotë që nuk duhet reforma. Është patjetër e domosdoshme, se në fundit e reforma i shërben gjithkujt për mirë. Dakor. Në rast se para reformës një proces normal civil zhvilloi për 2 deri në 3 vjet, sot zhvillohet minimalisht për 10 vjet. Përgjigjen e ke brenda në këtë krahasim. E mora përgjigjen. Në rast se një proces administrativ që sipas ligjit duhet zhvillohet për 30 ditë për një ankesë ndaj një akti administrativ normal që shteti bën ndaj individit, duhet bërë për 30 ditë, nuk mbaron për 4-5 vjet. Të gjithë këto janë Për sa duhet bërë? Ka një afat kohor, për shumë, kur ti ankimon një gjobë, gjyqi administrativ 30 ditor. Ke dëgjuar në Republikën e Shqipërisë marrën një gjyq për 30 ditë? Jo, ajo që kam dëgjuar se që në kohën e ish-ministrit Nasip Naçot në drejtësi, por edhe më pas u folë që gjykata administrative do të ishte zgjidhja e parë. Gjykata administrative u bë problemi pasgjithshëm kurrë. Sepse u bërë problemi pasgjithshëm që ke votimi i ligjit për gjykatën administrative. Se u kriju gjykata administrative? U kriju për të lehtësuar gjykatën civile dhe u mbytën të dyja bashkë brenda. Gjykata administrative në konceptin e thellë juridik krijohet që të paksosh vetë gjyqësi në jetën sociale. Dhe çdo të thotë, në rast se ti merr një gjobë të gabuar, në rast se institucioni shtetëror merr një vendim të gabuar ndaj teje, në rast se ti ke një marrëdhënie me një faturë të gabuar, qoftë edhe mes 2 privatëve, gjykata administrative me gjykimin e saj, me shpejtësinë e saj, shmang vetë gjyqësinë. Po mi, për pse mbajmë gjykata administrative? Ky është parimi. Ndërkohë ka ardhur në të kundërtën. Për çfarë mbajmë? Zvarritja e këtyre dosjeve. Tani përpara reformës në drejtësi filloi gjykata administrative. Zvarritja e këtyre proceseve e bën që shteti të jetë represiv, të humbas besimin publikut dhe të krijohet pa dashur vetëgjyqësia e thellë, sepse në rast se ty polici të vendos një gjobë dhe ti e mendon që ta ankimosh në gjykata administrative për gjetur të vërtetën tënde dhe të drejtën tënde, ti nuk e merr dot atë për 3-4 vite. Atëherë çfarë bën ti? Do zihesh me policin. Do paguaj gjobën, do zihe me policin dhe do them ç'është ky shtet që ma bëri këtë problem. Dhe këtu fillon pakënaqësia. Prandaj gjykata administrative në rast se duhet funksiononte mirë, do lehtësonte jo vetëm gjykatën civile, jo vetëm konfliktet civile, por shumë më tepër dhe konfliktet penale. Për çfarë mbajmë kur e kemi krijuar, mos gabojnë 2014 ose pak më parë, me shumë vështirësi u krijuar për votim, për shkak votimet. Pse mbajmë kur mas një dekadë nuk është eficiente? Është e domosdoshme si hallke drejtësisë, por duhet domosdoshme kur shkon 10 vjet një gjyq. Por duhet të jetë eficiente, dhe që të jetë eficiente, duhet kërkuar zgjidhje siç do bëhet për gjykatën administrative, për gjykatën civile dhe për gjykatën penale. Ju e dini që ka magjistrat si prokuror dhe gjyqtar që në zyrat e tyre kanë 900 deri në 1000 dosje. Te di, por ajo që di tjetër është vetëm gjykat apo prokurori ku proceset ecin është vetëm e posaçme. Po, sepse gjithmonë historikisht ka ndodhur aty. Kanë 2 arsye konkrete. Janë më taft, punojnë më shpejt, kanë më pak ngarkesë e para. Okej. Kanë më pak ngarkesë e para, kanë numër të kufizuar të subjekteve për cilat duhet hetojnë, kanë kushtet optimale që duhet ketë një magjistrat, dhe të gjitha këto ndikojnë në shpejtësi. Dhe mbi të gjitha... Domethënë, po ti kishin edhe këta tjerët, ne do ishim Zvicër. Po. Do ishe afër Zvicrës. Po, s'do shteti ti bëj. Nuk ka dhe fuqi, shiko. Që s'ka fuqi? Duhet mendojmë diçka. S'ka fuqi të bëj 8 godina? Jo, duhet mendojmë diçka. Po ne kemi luajt fen kullave për një vit, jo më. Që të jetë serioz, kur fillon një reformë, e fillon me lapse me letrën në dorë. Dhe fillimi me lapse me letrën në dorë, të kthehemi prapë ke pjesë e fillimit. Është atë çka të ka thënë Venecia, ti mund të fillosh ta bësh ta, por nuk e di a ke personel prapa që të zvendësoj këta që të heqësh. Është ajo që të thonë tërë vendet e rajonit dhe tërë vendet e botës, kur ti i kërkon ti i thua që un kam një histori suksesi. Asnjë vend në botë nuk e ka pranuar këtë histori suksesi, se gjyqi që të mbaronte për 2 vjet, mbaroi për 10 vjet, unë nuk e kuptoj ku është suksesi dhe shkëlqimi i reformës. Tek njerëzit që kanë durim, ndoshta ka lidhje durimit, një pikë tjetër është masat kundër gjuhës së urrëties dhe online është krejt me vend, gjuha e urrëties dhe online është një problematik e cila nuk është vetëm sot shqiptare, është edhe ndërkombëtare, por aq kosa interneti është global. KLG-ja do të bashkëpunoj me AKEP-in, Autoritetin Kombëtar të Telekomunikacionit dhe AMAN,
Autoriteti Mediave Audiovizive për të ndaluar gjuhën fyese ndaj gjyqtarëve në rrjetet sociale dhe mediat online. Ju jeni një magjistrat, ju shqetëson ju gjuha fyese në rrjetet sociale dhe mediat online? Ky është një debat shumë i këndshëm për të bërë, sepse është një raport që duhet të ruaj qeveria, shoqëria civile dhe media. Raporti, kush është raporti? Mes transparencës dhe të vërtetës. Tani jemi ke pika që do të bashkëpunojnë për të kontrolluar, për të ndaluar, thotë. Se që ka një gjuhë urrëtie dhe synimi më teshëm, synimi është i më teshëm. Gjuha e urrëties, sidomos në rrjetet sociale dhe sidomos pas ngjarjeve të fundit, është shtuar së tepërmi dhe patjetër që duhet të ndalet. Dhe gjuhën e urrëties ne duhet ta mendojmë para se të flasim për rrjetet sociale, për disa komentues të cilët nuk e kanë idenë se ku bie gjykata, nuk e kanë idenë se ku është gjyqësori dhe ulen aty në shtëpi dhe shkruajnë. Tjetër duket sikur edhe KLG-ja nuk e ka idenë që ka një pjesë shoqërisë që është ndikuese. Është ndikuese. Kujtohet KLG-ja që ka ndikim rrjeti online dhe media kur ndodh e keqja. Atëherë të shpjegoj edhe në konceptin tjetër. Sepse edhe këta janë qytetarë të Republikës. Dhe njerëzit që udhëheqin, po të themi, dijen, që orientojnë shoqërinë në sjellje dhe në mënyrën se si duhet të flasin, janë, po themi, politikanët, VIP-at, të tërë personat e tjerë që kanë ndikim në shoqëri, kur ata kritikojnë vetë drejtësinë. Të ndaloj këtu. Atëherë, këtu fillon gjithë problemi. Në rast se politikanët e çdo fushe nuk merren me thelbin e drejtësisë, nuk merren me një analizë për kritikë normale, por merren me individin, duke anatemuar individin në forma nga më ndryshme, sigurisht që do shtoj gjuhën e urrëties. Prandaj KLG-ja ka shumë të drejtë në këtë pikë. Po s'flet me emra KLG-ja. Duhet i drejtohet vetes saj. Kur thot në rast se të ndalim gjuhën e urrëties, kush e frymëzon gjuhën e urrëties? Gjuhën e urrëties e frymëzon lideri i mazhorancës, e frymëzon lideri i opozitës, e frymëzon politikanë të ndryshëm. Dhe në momentin që dikush nga këta personazhe çohet dhe anatemon me emra konkret dhe me tallje, me përdorime epitetesh nga më ndryshme të bullizuese ndaj magjistratit, sigurisht që efekti domino në rrjetet sociale do jetë shumë i madh. Në rast se shefi i mazhorancës apo shefi i opozitës, si thot një gjyqtar i birbo, personi që është në rrugë, që është qytetar i thjesht, mund ta përshtyjë në fytyrë. Jo, ndoshta jo, por mund t'i drejtohet edhe me emrin Birbo se ai emri është fiksuar. Po jo, s'më kuptove. Duhet vazhdojmë deri në këtë pjesë. Dhe në rast se KLG-ja do të ishte e kujdesshme për të ndalur këtë gjuhë urrëtie, duhet të ishte artikuluar qartë ndaj këtyre sulmeve, jo të fshihej me deklaratat që ishin as mish as peshk. Dhe duhet i biesh në kokë. Ti shefi i mazhorancës, mos e prek magjistratin, po fol për thelbin. Sepse këtu është momenti. Ndoshta Këshilli Lart Gjyqësor ka pritur të tretat ose të shtatat e një vakie. Atëre, përveç kësaj. Prap ke kjo nuk flet me emra. Përveç kësaj, duhet të flasim dhe për diçka tjetër. Të komentosh dhe të diskutosh se si është marrë një proces gjyqësor dhe një vendim gjykate është më se normale, sepse njerëzit kanë psikomotorën e tyre, kanë logjikën e tyre. Vendimet gjyqësore nuk duhet të preken në dy momente. Të prekësh personalisht magjistratin që është pjesë atij vendimi gjyqësor, i cili e jep vendimin në emër të Republikës, duke e sulmuar dhe të bësh të diskutueshme zbatimin e këtij vendimi. Këto janë dy pika të shenjta për vendimet gjyqësore. Në fakt ne kemi arritur sa edhe vendimi i gjykatës kushtetuese nuk zbatohet. Kemi arritur ku magjistratët i anatemojmë dhe themi ky magjistrat nuk e meriton pagën nga taksat e mia dhe por meriton atë që fatkeqësisht ndodhi. Kjo është një fatkeqësi. Paragrafi i fundit, nderim për gjyqtarin Astrid Kalaja të ndjerin magjistratin, do të nisë procedura për emërimin e sallës amfiteatrit në godinë Poli i Drejtësisë me emrin Astrid Kalaja dhe do t'i propozohet institucioneve përkatëse dhënia titullit dëshmori atë dheut. Kjo është një proces ceremonial që me të drejtë magjistrati i ndjer e ka merituar, sepse ishte një magjistrat për të marrë shembull brenda sistemit drejtësisë. Okej, këtu e mbyllim në 8 kërkesat dhe ato çfarë Këshilli Lart Gjyqësor thot do të bëjnë, shpresojmë që do t'i bëjnë, por ndoshta do t'ishte mire për të thënë pse nuk i bën. Ne do të kalojmë në pak momente publicitet dhe mendime regjis në këtë transmetim të drejt për drejt, do rikthehemi sërish me magjistratin, juristin dhe avokatin, zotin Eugen Beci për pjesën e dytë të emisionit e për ta mbyllur më pas edhe me një
le të themi, bilanci e epokës së Altin Dumanit. Publicitet e rikthehemi në studio. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt me praninë e juristit dhe avokatit Zotit Beci, teksa ngjarja e rëndë e ekzekutimit të magjistratit Astrid Kalaja nxori në pamungesën e stafit sigurisë të trajnuar në gjykata, por nga ana tjetër një staf që ishte i pranishëm, por për shkak shpërdorimit të detyrës u arrestua. Ka një debat në fakt, fatmirësisht pas reformës në drejtësi pagat e magjistratëve patën një rritje të konsiderueshme dhe kjo është gjë shumë e mirë, por nga ana tjetër është një armate pa fund me administratës gjyqësore, pa dukshme si punojëse sigurisë, sekretaria, shoferi, roja e shumë të tjerë të cilët po ata janë pjesë, nuk po them janë ziliqar, po bashkëjetojnë me këta magjistratë të cilët në opinionin publik konsiderohen pasur, po nga ana tjetër ka një fakt dhe realiteti është që kanë rroga të larta. Apeli i jurisdiksionit përgjithshëm ka hapur garë, nuk ka policë, por kërkohen punojës sigurie. Do të mbrojnë magjistratët, të cilët marrin nga 1.500, 2.000, 2.500, ndoshta e 3.000 euro, i kërkohet t'i mbrojnë me 500 euro që do të paguhen këta dhe me një risk mjaft të lartë. I kërkohet kontrolloj skanerin, kontrolloj çantën, kontrolloj parkimin, kontrolloj ato mjetet, maj shënim, ID, edhe të ndaloj persona në rast se i shikon ata me sjellje të dyshimta derisa të vijë policia. Ndjekemi insertin dhe të pyesim zotin Beci se sa do të ishte ai i qetë dhe me besim për të vazhduar një ditë normale pune nëse tek dera ose tek hyrja e institucionit do ta mbronte dikush me 500 euro në këtë ekonomi të tregut ditës së sotme. Ka vetëm vlerë paraja apo duhet me integritet, duhet me veting, apo jo? E ndjekim insertin. Edhe pse 2 vite më parë, kryetari i apelit zonja Valdete Hoxha dhe alarmin me shkresa të dokumentuara se siguria e rendi në këto godinë janë të cënueshme deri në rrezikimin e jetës së gjyqtarëve, askurse dëgjoi për të parandaluar ngjarjen e rëndë të vrasjes më tetor të gjyqtarit Astrid Kalaja. Por edhe pas shkresave e vrasjes, situata paraqitet ende kritike. Sërish në apelin e jurisdiksionit të përgjithshëm nuk ka punonjës policie, por staf nën menaxhimin e KLG-s. Emisioni Fact Check mëson se për të zëvendësuar Banush Koxhajn, të arrestuar për shpërdorim detyre, apeli ka publikuar thirrjen për rekurtim stafi. E teksa magjistratët pas reformës ka një pagë minimale nga 1.500 deri në 3.500 euro, i kërkohet punonjësi që do të ruaj sigurinë për vetëm 500 euro. Janë këto disa nga kriteret që do duhet të plotësoj stafi i sigurisë dhe përgjegjësitë e punës së tij. Zbatimi i ligjeve, ndalimi i hyrjes së rrezikshme, kontroll fizik dhe çantash, bllokimi i sendeve të ndaluara, raportim për sjellje të dyshimta, kufizime automjetesh të palejuara, përdorim proporcional i forcës, raportim për kërcënime, zbatim urdhrash të kryetarit, bashkëpunim me institucionet, kontroll i pajisjeve të sigurisë, parandalim dhe reagim ndaj zjarrit, evakuim i godinës, njoftim për ngjarje të rënda, kontroll hyrjeje publike, menaxhimi i sjelljes së publikut, regjistrimi personave, regjistrimi i sendeve, ndalim sendesh të rrezikshme, zbatim detyra shtesë. Banushi, mos gaboj, Banush, besoj po. Ndjerë po, Banush Koxhaj është në qeli ende me akuzën shpërdorimit të detyrës. Banush Koxhaj nuk merrte më tepër se sa 500 euro, i kërkohet atij të llogari pse skaneri dha dritë në kuqe dhe ai nuk reagoi. Banushi tha nuk isha në gjendje të mirë shëndetësore, por përtej kësaj ai që do të zëvendësoj Banushin nga kjo flet njoftim punësimi hapur janë mos gaboj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 detyra me styre të marrë vesh nga ligjet, të ndaloj persona të rrezikshëm, të përdori forcën proporcionale, të ketë njohuri për zjarrin, të menaxhoj parkimin, të kontrolloj hyrje-daljet, regjistrat e sendeve e zbatim detyra shtesë. Të gjithë to janë element normal, para se të vend ke paga. I bën dot një njeri vetëm këtë? Këto janë element normal, po problemi vetëm është kryesor. Në rast se ti, në funksionimin e gjykatës tënde, nuk ke marrë masat thelbësore që të kesh sallën e gjyqit gati, oraret e gjykimeve të fiksuara, këto masa që doja japësh rojës, merr 500 apo 50.000 lekë, këto masa që ti doja japësh rojës, në rast se do i zbatoj një për një, doja japësh që ti zbatoj, doja japësh dhe ai do i zbatoj, ti do kthesh në kolaps
tërë procesin gjyqësor që do zhvillohet brenda. Sepse nuk ka gjyq në gjykatën e apelit apo në gjykatat e tjera me vonesa, që janë me stok të madh dosjesh, që nuk fillojnë me vonesë të paktën 30 deri në 60 minuta. Po për çfarë caktohet orari i gjyqit kur fillon me vonesë? Sepse është e pamundur të shkojnë brenda proceseve, brenda normës së parashikuar nga gjyqtari. Për shkak të ngarkesës, gjyqtari detyrohet të lërë gjyq çdo 30 minuta. Dhe në rast se gjyqi fillon me vonesë, pyetja që lind është, ky zotëria që do marr përsipër të kryejë këtë detyrë, a ka mundësi të akomodoj të tëra palët në pritje të gjykimit, apo do presi që të organizohet forma e thirrjes së palës sapo 5 minuta para se të fillojë gjykimi? Kjo është një shkak, kjo është një shkak që në rast se do zbatohet kështu dhe me të drejtë manualet mund t'i kenë këto format e ruajtjes së sigurisë, ne do na zvarriten gjyqjet dhe një orë tjetër përveç një orëshit që ta zvarrit gjykata. Për këtë arsye është e pamundur të zgjidhet e them dhe përsëris me rojen më të cilësore që mund të kesh dhe me skanerin më të bukur që mund të kesh. Tani Ore duhet zgjidhur në thelb problemi. Kërkohet këtij rojes. Duhet zgjidhur në thelb problemi. E para e punës, gjyqtari kur cakton orën e seancës gjyqësore dhe datën e seancës gjyqësore, të jetë i qetë që do bëjnë në atë orar, sepse njofton sekretaria 5 minuta para dhe ai që do zvendësoj banushin i fut brenda rregullave të tëra palët. Të tërë këto janë element të funksionimit të gjyqësorit, nuk janë element të rojes dhe të skanerit. Mu më bëm përshtypje, këto dhe tjera materiale dhe të gjenja zbardhura të plota në faqen tonë zyrtare MCN në tv.al, po ashtu edhe në rrjetet sociale, kanalin në YouTube. I kërkohet këtij punonjësi sigurie të ndaloj provizorisht derisa të vi policia një person që bën sjellje jo të rregullta, jo. Që dyshohet për një vepër penale apo dyshohet që ka prishur rendin e sigurisë. Ka prishur rendin. Do shkojmë në gjykatë, do bëj zhurmë, do më ndaloj ky mu me çfarë tagri? Me tagrën e rojes sigurisë së gjykatës, derisa të mbërri, jo, merr një status, po themi, status. Policia do vonoj 1 orë, 2 orë. Shiko, po të shohësh tërë kompleksitetin e ligjeve që parashikojnë rregullimin e proceseve gjyqësore, gjithmonë parashikohet në punësi gjyqësor. Dhe në punësi gjyqësor nuk është vetëm ai që sjell fletirjen, është në punësi që kujdeset edhe për sallën e gjyqit, është në punësi që kujdeset edhe për mbarvajtjen e procesit nga ana administrative, dhe këto janë elementë që përfshin në ndihmën që jepet magjistratit për të dhënë drejtësinë. Tani, jo zyrtarisht nga bisedat që unë kam pasur me administratën e apelit, por jo vetëm, edhe ata që janë punojnë sigurie sot, kur panë se ç'ndodhi, janë duke dorëzuar dorëheqjet. Nuk e di nëse është pagesa apo jo, por për të qenë korrekt me 500.000 lekë, ka shumë detyra, ka shumë përgatitje sa i kërkohet, kujdo që do të aplikoj, por në sektorin privat i ludhen me 1.000-1.500 euro, edhe me më pak detyra dhe ende nuk rekruton staf. Ju si mendoni që do të arrini të gjeni zgjidhje? Inshallah gjeçit, por gjithsesi ne do të kalojmë në një tjetër moment, është rrëfimi i vrasit Gjak Ftoft, ka një dilemë, ka një debat, duhet apo jo glorifikuar, transmetuar, ajo çfarë thotë Elvis Shkambi, mënyrën se si e vrau, apo jo, por gjithsesi rrëfimi i tij tashmë është publik, është zyrtare përballë hetuesve. Ne do ta ndjekim këtë insert me rrëfimin Gjak Ftoft të vrasit për të kthyer me zotin Beci dhe për ta komentuar brenda këtij rrëfimi, a ka element të shkak pasojës apo ka element të një qëllimi kriminal. Inserti. E marta e 6 tetorit nuk ishte një ditë normale për drejtsinë shqiptare, rendin e sigurinë, ndërsa do të ishte dita e fundit e jetës për gjyqtarin Astrid Kalaja. Ai u qellua për vdekje brenda ambienteve të gjykatës. Pas shpalljes së një vendimi gjyqësor që nuk shkonte në favor të familjes Shkëmbi, tensionet u përshkallëzuan në mënyrë të menjëhershme. Gjon Shkëmbi, një nga palët në proces, ju drejtua gjyqtarit me fjalët. Se po vërtetoj ato që ka thënë e gjithë Shkodra për ty, që ti je... Duke lënë të kuptohet një përplasje fort verbale. Gjyqtari Kalaja është përgjigjur me qetësi. Vazhdo ti, vazhdo. Por në atë moment Elvis Shkëmbi ka nxjerrë armën nga brezi dhe ka qelluar në drejtim të tij.
Sipas dëshmive të dhëna në prokurori, ngjarja ndodhi në sy të shumë personave, përfshirë Ervis Kurtajn dhe babain e tij Ragipin, të cilët mbetën të plagosur gjatë të shtënave. Ervisi ka deklaruar se në përpjekje për të shmangur situatën, kishte tentuar të tërhiqte babain në drejtim të korridorit, por autori kishte vazhduar të qëllonte edhe në drejtim të tyre. Edhe Gjon Shkëmbi ka dhënë një dëshmi të shkurtër duke pretenduar se ishte viktimë dhe se nuk kishte dieni për atë që do të ndodhte. Ngjarja e rëndë kalon pasoja të thella në opinionin publik dhe ka ngritur pikpyetje të shumta mbi sigurinë në ambientet e gjykatave. Dëshmia e autorit Elvis Shkëmbi para hetuesve. Kam qenë i tronditur në atë moment, vendimi i gjyqtarit Kalaja mu duk shumë i padrejtë. Kur dëgjova se CIA mbylli procesin, ndjeva një urrëtie të madhe brenda meje. Në atë çast, pa e menduar gjatë, nxora armën që e mbaja prej vitesh për vetmbrojtje dhe qëllova në drejtim të tij. Nuk kisha qëllim ta vrisja, thjesht nuk e duroja dot padrejtësinë që po na bëj. Menjëherë pas së shtënave dola në obor me xhaxhain tim dhe i dhash çelësat e makinës, duke i thënë të largohet sepse nuk kishte lidhje me këtë punë. Kam qenë i shokuar, i hutuar, nuk dija çfarë po bëja. Kur pash policinë që po afrohej, u ngrita dhe u thash, unë kam qelluar me armë. E mbaj mend që xhaxhai më tha vetëm na fike, dhe ai vet nuk bëri asnjë veprim. Thjesht qëndroi aty i pir. Armën e kam pasur në breze dhe në sansa të tjera, por asnjëherë nuk e kam përdorur. Ishte hera e parë që shtia me të. E mbaj për vetmbrojtje, jo për presion nga gjykatës. Më vjen keq për gjithçka që ndodhi. Nuk doja të përfundonte kështu. Ishte një moment i rënd psikologjik që më pushtoi dhe më verbëroi. Zoti Beci, gjeni shkak pasoj brenda kësaj deklaratës apo vetëm një qëllim kriminal? Shko, të flasë... Sepse thot ndjeva urrëtie, pastaj ndjehemi turbulluar, ndjehemi penduar, nuk doja të shkonte kështu, nuk e maja armën për presion, por pastaj nxorra e qëllova. Tani Hetimi kësaj çështje. Më tepër më duket një deklaratë jo e sinqertë se sa për këtu doja dilja. Hetimi kësaj çështje ka një lidhje shumë të fuqishme me idenë e nxjerrjes së mënyrës së kryerjes së vrasjes, për sa i përket faktit. Kemi të bëjmë me një vrasje për shkak kemi të bëjmë me një vrasje e cila ka ndodhur në momente sipër, apo kemi të bëjmë me një vrasje të paramenduar, ku autori veprës merr të gjitha masat që të kryej vrasjen. Për mendimin tim. Tani ai ka marrë nga Shkodra, ose ka hyrë me armë gjykatë, mund ta ketë gjithë Tirana, por ka hyrë me armë gjykatë. Vetëm nga rrëfimi i tij, vetëm nga elementët subjektiv të shpjegimit të tij, ne arrim të kuptojmë që kemi të bëjmë me një vrasje me paramendim, sepse të shkosh në sallën e gjyqit i armatosur. Por nuk ka rëndësi. Sa herë që shkon, aq herë je i gatshëm të kryesh një veprimtari kriminale. Të shkosh në sallën e gjyqit, duke ditur se si rrezikon ti në rast se kapesh me armën pa leje, të gjithë këto janë element dhe duke të paramendimin dhe duke patur konsiderat dhe faktin e zhvillimit të një konflikti ndër vite, sigurisht që këtu vete në favor të motivimit me paramendim, të cilësimit me paramendim të çështjes. Dhe mbi të gjitha nuk duhet japim shumë zë deklarimeve, sepse këto janë deklarime të një personi në nënhetim ose të një marrëpanderi që jo vetëm mund ndryshojnë, por janë shumë subjektive. E rëndësishme është të shohim elementët objektiv për të parë atë që ju konstatonin pamjet parë. Mua më duket se ky njeri gënjen. Dhe mua më duket se ky njeri ka shumë të drejtë të mbrojë veten e tij duke gënjur. Dhe është një drejtë universale që të krijosh alibi për të mbrojtur veten tënde nuk të ndalon askush. Por e rëndësishme është që provat e tjera, indicjet e tjera, faktet e tjera, rrethanat e tjera na çojnë në një vrasje me paramendim kur ti ke arritur të shmangësh të rreziqet që kanë të bëjnë me kontrollin, me faktin që mund të kapesh dhe mund të dënohesh për armë pa leje, me faktin që ke pas një konflikt shumë vite më parë, me faktin që e di që do të vinte momenti që do shpallej një vendim. Dhe duke patur në konsiderat rrjedhën e veprimeve objektive, unë nuk i zëbes ose më saktë nuk bazohem tek ato çka deklaron autori veprës penale. Dhe kjo është shumë e qartë. Lero t'ju pyes vetëm diçka, ndoshta kjo është fjala ose fjalia e fundit në jetë e gjyqtarit të ndjer Astrid Kalaja, por vazhdo do të thotë që kjo nuk ka qenë një sjellje e çastit e aty për atyshme, ka qenë vazhdimsi. Por kjo janë element që çojnë përsëri te fuqia parandalore. Për te se çfarë thotë te paramendimi, i dyshuari, çfarë thotë i ndjeri që nuk është më në fjalinë e tij e fundit, vazhdo, pra dhe është diçka jo aty për atyshme. Unë kujdesem të them që grupi hetimor i ka marrë konsiderat të gjitha këto rrethana dhe nga përvoja që kemi në vrasje të tilla, po them
që deklarimet e të pandehurit, në rast se nuk bazohen në asnjë rrethan objektive dhe prova të tjera, nuk ka se si të merren për bazë. Dhe mbi të gjitha, këtu ne arrim të kuptojmë se si kanë dështuar organet e tjera ligjzbatuese në Republikën e Perimetrin e sigurisë. Jo vetëm për perimetrin e sigurisë, por për gjithë të konflikt që shpërtheu në Sallë Gjyqi, sepse është një konflikt disa vjeçar ku nuk ka vënë ujë në zjarr as policia e Shkodrës për të mbledhur informacion realisht inteligjent, as Shishi, as Bashkia e Shkodrës, as po themi hipotekat. Dhe pse ishte një ngjarje në media thuajse çdo javë. As zyrat përmbarimore, të cilat kanë një kontroll nga Ministria e Drejtësisë. Ju e dini që për këto janë gjobitur edhe drejtues policisë Shkodrës për këtë konflikt, për mos zbatim të vendimeve sipas përmbaruesit, sepse ashtu e kishte mendin përmbaruesi, dhe ti të kesh një konflikt kaq të hapur në Shkodër, ku në prani të punonjësve të policisë, ata të rrihen dhe ti të arrish deri këtu, do thotë që inteligjenca kriminale ka dështuar. E sollëm deri në Tiranë fatkeqësisht me një viktime, një magjistrat. Jemi në limite e kohës, por do të shohim shkurtimisht edhe një material i cili lidhet me epokën dhe raportime e fundit të Altin Dumanit. Përpara se të ndjekim materialin, politika në fakt në sallën e parlamentit, në sallën e Komisionit Ligjeve, kërkoi atij të llogari pse s'pak nuk bën këtë atë. Nga ana tjetër, kjo politik në 3 dekada ka bërë pafund zullume, janë të shumtë në numër me mira deputet në këto 3 dekada. Shumë të përguar dhe i kërkojnë magjistraturës, tyre 20 vetëve të bëjnë atë që nuk bëri politika. Përfundimi i mandatit 9 vjeçar nuk kërkon një mandat të ri. Le ta ndjekim materialin e përgatitur. Më 18 dhjetor të vitit 2028, këta janë 8 prokurorët e parë nëse asgjë nuk ndryshon në ligj që duhet të lënë prokurorinë e posaçme. Altin Dumani, Arben Kraja, Edvin Kondili, Elida Kakçini, Enkeleda Milonaj, Behar Dibra, Klodian Braho e Nedna Kuçi. Të 8 këta u betuan para presidentit Ilir Meta duke nisur në të njëjtën ditë detyrën. Ndërsa këtë javë, para Komisionit të Ligjeve, zoti Altin Dumani, kreu aktuali SPAK, i cili mbaron mandatin e tij si drejtues më 19 dhjetor, tha se pas 9 vitesh, ai nuk do të kërkojë rinovim mandati, por do e mbyll karrierën me SPAK. Sa takon mandatit të prokurorëve të posaçëm, unë kam qenë i zëshëm në këtë drejtim, s'ka të bëj fare me interesin personal. Unë në përfundim të sigurt është, ju siguroj që në përfundim mandatit 9 vjeçar nuk do rikandidoj për prokuror. Është zgjedhja ime, kam bërë këtë marrëveshje me mua që kur kam me veten time, që kur kam hyrë në këtë, kur kam aplikuar për qenë prokuror i posaçëm. Por unë flas në emër të institucionit. A mund ta imagjinoni në vitin 2028 11 apo 13 prokurorë, 11 të paktën 11 prokurorëve të posaçëm ju mbaron mandati brenda një viti. 11 prokurorë të posaçëm. Mund ta imagjinoni boshllëkun që krijohet, vakumin që krijohet në atë institucion. Unë vlerësoj se ne nuk kemi aq shumë burime njerëzore, se po të kishim nuk do duhej dhe ajo gjitha ajo reforme e tjera. Nuk kemi aq shumë burime njerëzore që sa t'i zëvendësojmë këta prokurorë. 11 prokurorë në një vit. Është e pamundur t'i zëvendësosh. Dhe e dyta është tjetra. Këta prokurorë kanë çështje që e ndjekin me vite të tëra. Dhe një moment të bukur ti i thua, mandati yt mbaroi, s'ke punë me çështjen, sa vi prokurori tjetër ta ambientohet me çështjen etj dhe cenohen hetimet në këtë drejtim. Tjetra është, tani Shteti Shqiptar, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara kanë investuar në këtë trup prokurorësh, 11 prokurorë. Kanë 9 vite kanë investuar për të rritur profesionalisht, për të krijuar këtë imunitetin e nevojshëm kashi politikës, biznesit, krimit të organizuar, dhe me gjithë se është bërë gjithë ky investim, një ditë të bukur për shkak të mandatit, i thuhet prokurorit të posaçëm ti të shkosh pa paragjykuar prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm, të cilët i vlerësoj maksimalisht, por prapë këtu them ne nuk kemi luksin që një prokuror i specializuar, i trajnuar për hetimin e një kategorie të veçantë krimesh, ta çojmë në një prokurori tjetër të jurisdiksionit përgjithshëm dhe të filloj të hetoj
nga korrupsioni i nivelit lartë ku ishte dhe krimi organizuar shumë i sofistikuar filloi të hetoj vjedhjet e thjeshta, shkeljen e rregullat qarkullimit rrugor, kanosin e tjerë. Aktualisht SPAK ka 20 hetues, por më shumë se gjysma e tyre kanë kaluar më tepër se gjysmën e mandatit, ndërsa më të rinjt në këtë godin janë Olz Dadi, Anita Jella dhe Bledar Maksuti. Sipas dokumentave të siguruara nga Fact Check, emërimi i dytë në SPAK u bë përgjatë pandemisë Covid-19 dhe në vitin 2020. Më 31 janar 2020 u emërua Dolores Musabelliu, si dhe më 21 maj 2020 nisën nga puna me një mandat 9 vjeçar 3 prokurorë, Sotir Klapi, Dritan Prençi dhe zoti Vladimir Mara. Kjo është epoka Dumani, nuk kam më një mandat, jo drejtues, jo, pas 9 viteve. Kur mbaroi 9 vjeçar. Si e shihni SPAK-un 3 vitet që vjen me një batut ose një koment shkurtër dhe ndërmjet këtyre 4 kandidatëve në garë është një zonjë. Shihni një zonjë apo një zotëri që do ta vazhdoj SPAK-un? E para, në drejtim. Unë shpresoj shumë që kushdo të vi nga këta 4 kandidatë, të cilët për mua në pikpamjen profesionale janë të barabartë, shpresoj shumë që guximin, integritetin dhe thellësinë e marrjes së vendimeve që zoti Dumani i përcolli prokurorëve të SPAK-ut gjatë 3 viteve të drejtimit të tij, ta vazhdojnë dhe më tej dhe ta ngrenë dhe më tej. Por, sigurisht, me sfidat që tashmë që prokuroria e posaçme i dha fund pa ndëshkueshmërisë, u krijua si një prokurori e cila është e padiskutueshme më në opinionin publik për besimin e saj, të shohi dhe sfidat e tjera që kanë lidhje me proceset e rregullta ligjore, me zbatimin rigoros të elementeve të një procesi të rregullt ligjor. Domethënë, periudha e maturimit, e guximit dhe e asaj që i quhet thyerja e akullit ka kaluar. Tashmë duhet vetëm perfeksionimi i mëtejshëm. Faleminderit zoti Veci, faleminderit të nderuar shikues për vëmendjen tuaj. Këto gjitha materiale në rrjetet sociale, kanalin ton zyrtar në YouTube dhe mcn.tv.al. Miru takofshim të premten e ardhshme.